kemi pa ndërtimin e disa pendave, rritet subvencioneve financiare në bujqësi, me pas një zhvillim të bujqësisë duhet me pas edhe ujë për me ujit. Kështu që ne në programi kemi pa ndërtimin e disa pendave, atë ujit për mu akumulu, që me pas efekt edhe tek uji pijes dhe njëkohësisht edhe tek ujitja e tokës, sepse përndryshe, duke marrë parasysh edhe ndryshimet klimatike që po ndodhin në Kosovë, nuk mund të pretendojmë që kemi me pas rritje prodhimtarisë në bujqësi derisa nuk ka ujë për me ujit tokat. Kështu që ne kemi para pa ndërtimin e pendes Pallates, ndërtimin e pendes në Dragoqic, në Kuqic, në Disivajs, në Moravë, Firaj edhe në Grykën e Lloçanit. Penda këto që kanë me ndiku me zgjidh problemin e ujit pijes, por njëkohësisht edhe të ujitjes së tokave bujqësore për me pas një prodhimtari edhe me ma efikase të bujqësisë. Normalisht që agjencia duhet me u rishiku, për shkak se duhet me ndërtu standardet e Bashkimit Evropian edhe të cilësisë e produkteve që prodhohen, për me pas malet pasaj këto produkte me i eksportu jashtë Kosovës, dhe njëkohësisht normalisht duhet me pas rritjet subvencioneve financiare në bujqësi, sigurimin e fondeve për kredit buta për bujqit, edhe deri tek subvencionimi i garancive bankare të bujqve, po normalisht që është diçka që është elementare, është me i thjeshtësu procedurat e aplikimit për subvencione dhe grante për bujqit, sepse ka pas kërkesa të tilla që për bujq kanë qenë absurde me i plotsu ato kërkesa për me mri me marrë një subvencion ose një grant për me mri me arrit prodhimtarinë e tij, qoftë në bujqësi apo edhe në blegtëri.